Mirëkthyer në studio në pjesën e dytë dhe unë jam me sipërmarrësin Bujar Zhuri, i cili në fakt bën biznes mes Shqipërisë dhe Norvegjisë. Do të flasim pak për pritshmëritë në të ardhmen sa i takon edhe thithjes së investitorëve të huaj. Tashmë kemi edhe përfundimin e zgjedhjeve. Socialistët do të vazhdojnë të qeverisin vendin edhe në 4 vitet e ardhshme, por çfarë thonë ekspertët sa i takon atraksionit për të qenë pranë sytë e investitorëve të huaj dhe për të përthithur kështu kompani serioze në vend. Mirë se erdhët në radhë të parë. Mirë se u gjetëm. Si e shikoni interesin e Shqipërisë përballë investitorëve të huaj dhe cilat janë politikat e duhura që duhet të ndjekë edhe qeveria në 4 vitet e ardhshme për të qenë në fokus pikërisht të investimeve dhe të kompanive të mëdha? Unë mendoj që Shqipëria ka hyrë në një cikël të ri tani, cikël të ri të zhvillimeve politike dhe ekonomike, parë kjo dhe në këndvështrimin e raporteve të reja dhe goxha solide që Shqipëria po ndërton me Bashkimin Evropian, dhe dëshira e investitorëve të huaj sigurisht është rritur për të zgjeruar mundësitë e investimeve të tyre edhe në vende si Ballkani dhe veçanërisht Shqipëria. Kjo shkon paralel me rritjen edhe të turizmit, fakti që Shqipëria ka pasur një rritje dhe një interes të shtuar të turistëve të huaj, sidomos atyre europian, të vizitojnë Shqipërinë, e ka bërë Shqipërinë më atraktive dhe më tërheqëse për investitorët e huaj, sidomos në fushën e turizmit dhe të prodhimit. Ndërkohë, cilat janë politikat apo reformat të rëndësishme që duhet të ndërmerren për të plotësuar të gjitha kërkesat që ka një kompani huaj apo një investitor i huaj që hedh syt nga Shqipëria? Parafrimi me legjislacionin e Bashkimit Evropian është një domosdoshmëri për investitorët e huaj. Veç kësaj, ndjekja e një politike standarde fiskale, që ajo të mos ndryshojë gjatë periudhës apo në mandatin e një qeverie, sepse kjo krijon, domethënë, jo besueshmëri tek investitorët e huaj, të cilët kanë kalkuluar financat e tyre për të bërë një investim caktuar. Veç kësaj, unë mendoj që Shqipëria, domethënë, duke qenë që është një vend jo shumë i madh, por me disa resurse që mund të jenë shumë interesante, vlen për të eksploruar sidomos nga kompanitë vogla dhe të mesme, të cilat gjejnë lehtësisht mundësi për të hyrë në tregun shqiptar. Si ka ndikuar periudha e zgjedhjeve? Ka ndonjë ndikim në interesin e të huajve? Tani me mbylljen e zgjedhjeve, unë mendoj që është një shans historik për Shqipërinë dhe vetë kryeministrin Edi Rama që të ndërtoj një politikë dhe një strategji më agresive për thithjen e investimeve të huaja, për ta kthyer Shqipërinë në një vend edhe më atraktiv për investimet e huaja, pse jo të jetë një vend që shumë kompani të huaja mund të hapin dhe selit e tyre duke paguar taksat reduktuara, ashtu siç praktikon Malta apo vendet të tjera që janë mjaft të njohura në lidhje me ose Qipro, që janë mjaft të lidhura me kompanitë e huaja, të cilët kanë selit e tyre në këto vendet përkatëse dhe paguajnë një fi, edhe pse aktiviteti i tyre është internacional. Kështu e bën Shqipërinë edhe më të prezantueshme në shumë vende të Bashkimit Evropian apo në vende të tjera të botës, për të thithur edhe kapitale dhe investimet të cilat mund të shkojnë në ato projekte të cilët Shqipëria ka shumë nevojë. Kur thoni për afrimin me legjislacionin evropian, sa punë po bëhet në këtë drejtim dhe ku jemi? Konkretisht çfarë duhet bërë? Unë mendoj që Shqipëria nuk është se ka ligje të këqija, domethënë praktikisht ligjet në Shqipëri janë të mira dhe çështja nuk është vetëm tek ligji, por tek zbatimi i ligjit ose tek administratat të cilën duhet ta përkthej ligjin në praktik pune, domethënë se si ajo e përcjell këtë ligj tek komunikimi që ka me kompanitë e huaja, me investitorët e huaj, apo edhe me masën e gjerë të qytetarëve të cilët ka nevojë të dinë më shumë se si mund të orientohen ata drejt investimeve të cilët janë më interesante për ta. Ndërkohë, pjesa e investimeve në infrastrukturë, kemi korridorin 8, ose fokusit tek energjia rinovueshme, e mendoni se janë prioritet mjaftueshëm për të përshpejtuar integrimin ekonomik në BE, apo duhen edhe sektorët të tjerë? Jo, nuk është se janë të mjaftueshme. Shqipëria duhet shikojë, domethënë edhe mundësira të tjera.
duhet parë pak zhvillimi ekonomik i Shqipërisë duke përfshirë dhe elementet social. Dhe turizmin, është projekti Sazanit me... Qartë, ato janë dy projekte, po janë dy projekte që nuk janë gjithçka për Shqipërinë. Shqipëria ka nevojë për shumë e më shumë gjëra. Do të thonë, kur themi zhvillimi i turizmit, do të kemi parasysh edhe zhvillimin e bujqësisë, do të kemi parasysh edhe zhvillimin e industrisë ushqimore, cilet është një domosdoshmëri për ti kaluar prodhimet vendase tek sektori i turizmit, të cilët e ka të nevojshme, duke minimizuar maksimalisht importet dhe duke rritur prodhimin e brendshëm në mënyrë që të ardhurat tona të mos dalin jashtë, po të mbesin tek qytetarët shqiptarë, tek prodhuesit shqiptarë. Kjo është një domosdoshmëri. Krijimi i politikave sociale të mirëfillta për qeverinë shqiptare kërkon edhe një administratë në cilën unë mendoj që duhet Edi Rama dhe kryeministri i Shqipërisë të fokusohet fort për të zgjedhur njerëz të cilët jo vetëm që kanë eksperiencë, po njohin mirë praktika dhe rregullat e Bashkimit Evropian, sjelljet e tyre, si dhe raportet e pushtetit qendror me pushtetin lokal. Një nga defektet që unë kam vënë re është mungesa e fuqisë së pushtetit lokal, e vendimarrjes së pushtetit lokal dhe mungesa e kompetencave që ka pushteti lokal. Domethënë resurset në të cilën gjenden në një bashki duhet logjikisht i vjen në funksion të asaj bashkie për të operuar dhe për të thithur edhe bashkia vet investitorët huaj direkt, pa pasur nevojën e qeverisë. Sipas zonave, sipas zonave caktuara. Edhe në fushën e turizmit, edhe në fushën e energjisë, praktika të tilla gjenden në shumë vende të botës, sidomos në vendet që kanë një bazë shumë të fuqishme sociale si janë vendet skandinave. Edhe nisur nga resurset që ka zona, do t'ishte shumë me udhës tani krijimi i aseteve të reja, të cilet bashkëqytetarët e një bashkie investojnë në projekte të tilla së bashku me investitorët dhe bashkia thith një sasi të caktuar parash nga këto lloj aktivitetesh të cilet i vënë në shërbim të infrastrukturës së saj, për shkolla, çerdhe, kopshte, për mundësira të tjera, fusha sportive, këndë sportive, për energji, për furnizim energjie e tjera. Ka praktika të tilla shumë në Skandinavi ku për shembull nëse një lum i vogël ose një prua kalon në mes të një bashkie, këtë mund ta kthesh në një hidrocentral të cilet nuk ka nevojë për para të cilat duhen kërkuar në rreth e rrotull globit, por mund t'i gjesh tek bashkëqytetarët e tu të cilët kthehen në aksioner dhe investojnë në këto projekte. Dhe në vend që ato parat i kenë në bankë, është shumë më mirë të investojnë, sepse ata jo vetëm që do të prodhojnë energji, por këtë energji do ta konsumojnë vetë. Dhe në një farë mënyre, ata do të marrin dhe para nga kjo sjellje e këtij lloji biznesi. Janë praktika shumë... Si zinxhirin e lëvizjes zonës, qoftë në aspektin ekonomik, por edhe konsumimin, Kjo ka të bëjë shumë me krijimin e një koncepti të ri social-ekonomik dhe delegimin e kompetencave në pushtetin lokal, ku vetë pushteti lokal duhet sillet si një ndërmarrje e fuqishme e cila mirë administron të gjithë të ardhurat e veta dhe ato fondet të cilët ka i kanalizon tek ato projekte të cilët japin impakt në komunitet.